Pandeli Majko nga Amerika kërkoi rishikim të koalicionit me Lëvizjen Socialiste për Integrim, pasi në procesin e reformës në drejtësi e ka parë më pranë demokratëve. Vënia në dyshim e koalicionit nga socialisti Majko ngjalli reagimin e Petrit Vasilit, i cili në deklaratat e tij sheh mos informim të kolegut socialist. LSI ka qenë një forcë shumë korrekte në raportet e saj me koalicionin dhe ky qëndrim ka qenë i qartë dhe në tavolinat e nivelit më të lartë të koalicionit, por edhe në të gjitha nivelet e tjera të komunikimit, ku unë kam qenë i pranishëm dhe personalisht. LSI dhe Ilir Meta nuk kanë vënë asnjëherë kushte apo kushtëzime pushteti ndaj Edi Ramës dhe PS-s, por ka pasur vetëm një kusht, që është vendosur para zgjedhjeve të vitit 2013 dhe ai është që Partia Socialiste, në opozitë në atë kohë, të votonte 3 ligjet që ishin detyrimi i integrimit evropian, pasi ekzistonte shqetësimi i madh se në rast se koalicioni PS-LSI nuk do të arrinte 84 vota, Berisha do të bënte të njëjtën gjë, duke penguar procesin e integrimit evropian të vendit. Zoti Vasili kujton se dhe koalicioni me demokratët në 2009, pas përjashtimit nga Partia Socialiste, u krijua vetëm për të siguruar stabilitet dhe për t'i hapur rrugë liberalizimit të vizave. LSI mbajti një qëndrim të prerë ndaj Berishës kur u kërkua të miratojë një ligj që kishte të bënte me NATO-n, por që nuk e kishte miratimin e saj. Dhe LSI kushtozoi qëndrim në koalicionin me PD-n, duke frenuar miratimin e këtij ligji me qëllim mos cënimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë besoj akoma që zoti Majko bën pjesë në atë plejadë socialistësh që nuk e kanë harruar kredon të sakrifikojnë pushtet për të bërë shtet. Duke kërkuar mirëkuptimin e tij, Petrit Vasili qetëson Pandeli Majkon kur i thotë se komunikimi me demokratët, si forca kryesore e opozitës, ka ndodhur në funksion të konsensusit për reformën në drejtësi, të cilën e duan 100% e shqiptarëve. Besoj se Pandi, më shumë se kushdo tjetër socialist në kuptimin më të mirë të fjalës, ka qenë një fanar ndriçues në këtë drejtim, pasi ai vetë ka cilësuar të domosdoshëm këtë dhe kur komunikonte me Berishën e parë, ashtu dhe me Bashën e fundit për asamblenë e NATO-s që u mbajt në Tiranë, pasi besoj që edhe Pandi dhe unë ndajmë të njëjtin mendim që çështjet e mëdha të shtetit që u takojnë të gjithë shqiptarëve, i detyrojnë të gjithë shqiptarët që i përfaqëson politikisht të komunikojnë mes tyre. Unë e vërej të qartë mos informimin që Pandi ka për çështjen e koalicionit, megjithëse sinqerisht, koalicioni ynë më duket i vogël në raport me këtë arritje shtetformuese që u realizua mes natën e 21-22 korrikut dhe që shtron rrugën e vendit për 30 vitet që vinë.